Mediat shqiptare kanë raportuar se kryeministri Edi Rama do të udhëtojë në fund të janarit drejt të Shteteve Bashkuara të Amerikës bashkë me një avokat dhe citoj mediat të Shqipërisë që thuhet që ai do të merret në pyetje si person në dieni. Për të folur për këtë kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Zaqi Islami. Zoti Islami, faleminderit shumë për intervistën. Unë ju faleminderit për ftesën. Zoti Islami, si e gjykoni këtë, po themi, lajm, nëse është i vërtet, pasi disa prej mediave shqiptare kanë raportuar si lajm? Se sa është e vërtet, nuk e di, por unë po e konsideroj të vërtet. Po e konsideroj të vërtet për arsye sepse e di që kryeministri i Shqipërisë në detyrë ka llogari të madhe për të dhënë dhe ka hesape për të larë me drejtsinë amerikane dhe me shtetin amerikan lidhur me rekrutimin e ish shefit të FBI-s të New Yorkut McGonigal. Që të vesh të rekrutosh një oficer, një titullar, një person me pesh në FBI-n amerikane, kundër interesit amerikan, dhe të bësh atë që Amerika asaj jep dënim të rëndë shumë atij veprimi, do të thotë që ok, mbështetje shumë të madhe, o je i çmendur, o je aventurier. Unë shkoj tek kjo e fundit. Por edhe mbështetje ka. Dhe mbështetjen ai e ka në Pekin, e ka në Moskë, e ka në Beograd, e ka edhe në segmente të caktuara të Partisë Demokrate Amerikane, të cilët e kanë trajtuar sikur të ishte dikushi që në fakt Edi Rama nuk është askushi. Praktikisht nuk është askushi për arsye sepse nuk përfaqëson më interesat shqiptare. Nuk përfaqëson më qeverinë shqiptare. Thjesht përfaqëson një grup hajdutësh në pushtet në Shqipëri, të cilët herët apo vonë do japin llogari. Herët apo vonë do japin llogari. Çështja e ditës është, sipas mendimit tim dhe sipas informacioneve që më vijnë mua, çështja e ditës është. Dhe fakti që ai në datën 20 do shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si kundërthuhet, fakt të cilin unë dua ta besoj, nuk është rastësi në datën 20. Atë e kanë marrë në Amerikë, do vejnë në Amerikë në datën 20, sepse në datën 22 gjykata kushtetuese që ka bërë disa herë grushteti me drejtësinë në Shqipëri dhe me pushtetin dhe me të drejtën shqiptare në shkelje të disa të herë të ligjit, në datën 22 do thresi atë mataharin e cila sot doli dhe i bëri kashillok shqiptarëve me që dje u tha që mund të ketë ikur, mund të jetë arratisur e tjera, sot ai doli gjasme kishte zënë meraku për rrugët dhe për mbytjet e për këto vërshimin e ujit në për qytete dhe doli për të thënë që ja unë këtu jam. E pam se si që, e pam se kush ka ta ndisur. Ajo di mirë se që pret, e di shumë mirë. Dhe të qijoj këto ditë që është e lirë. Por Edi Rama në Amerikë shkon për të dhënë llogari. Shkon për të dhënë llogari. Nëse do kthehet ose jo, këtë pastaj do ta vendosin drejtësia amerikane, jo ushtria amerikane, jo FBI amerikane, por drejtësia amerikane. Drejtësia sepse ai ka shkelur atje ku nuk shkelet. Ka hyrë në kompetencat dhe në bashkëpunim kriminal me segmente të caktuara ose me persona të caktuar në FBI-n amerikane. Për këtë unë e shikoj të pamundur kthimin e tij më mbasi të vejë në Amerikë. E kam thënë dhe dikur që po vajte në Amerikë ai nuk do kthehet. Unë kam besim te drejtësia amerikane, kam besim dhe tek presidenti amerikan. Dhe shpresoj që ai të vërë pikat mbi të zgjidhë dhe problemin e neve shqiptarëve që jemi ka ta ndisur plaçk tregu, Shqipëria është bërë plaçk tregu. Del ai
ai sharlatan na bën një fotografi me Kushnerin atje në Francë për të thënë shqiptarëve që shikoni se unë e kam mirë me familjen e Trumpit. Zotëri, Amerika nuk i bën marrëdhëniet diplomatike dhe interesat amerikane t'i lërë në dorë të dhëndrit të presidentit, cili do qoftë ai. Dash qoftë dhëndri i presidentit Trump, ndash kujto presidenti tjetër. Amerika ka struktura të caktuara që kontrollojnë botën dhe që e din mirë se cili është interesi amerikan dhe cilit janë personat ose subjektet me të cilët duhet të komunikojnë dhe të mbajnë marrëdhënie diplomatike. Kështu që e shikoj të pakthyeshëm vaqjen e tij, nëse do vej, se ka edhe mundësi të mos vej. Dhe ka mundësi të mos vej për arsye sepse e di që s'do kthehet dhe mund të zhduket. Mund të arratiset, se di. Sa avokat mendoni që edhe mund të arratiset nëse gjithmonë po flasim bazuar edhe në raportimet e mediave, ai do thirret nga drejtësia amerikane për t'u marrë në pyetje si person në dieni. Po të ishte fjala për të marrë në pyetje si person në dieni, e merrni në pyetje këtu në çdo kohë, në çdo moment, kur do të qefi, kur ta shikoni ta shtyshme. Jo, e vetëm në Amerikë për të dhënë llogari. Për mua ai vetëm për të dhënë llogari. Tani gjithçka mund të ndodhë, por ai shkon në Amerikë të jap llogari. Këtë di unë. Këtë jo di, po këtë ndjej dhe këtë besoj unë se do ndodhë. Zoti Islami, keni besim te drejtësia amerikane që mund veproj mbi Ramën? Absolutisht po. Drejtësia amerikane, zotëri, merr presidentin edhe e bën që t'i dalin djesë të ftohta përpara gjyqtarit dhe prokurorit. Me drejtësinë amerikane nuk ka fjalë dhe ky Ramaduru aty e di këtë gjë. E di mirë. E di Rama, e di mirë se çdo të thotë të paraqitesh para drejtësisë amerikane. Se ata nuk të thresin për të ndezur cigarin ose të ndezur cigare. Ata nuk të thresin as për të pirë kafe, as për të thënë në një batut, në ato të mençurat e tij se është gomar i mençur ky që vetë thotë është një idiot, thotë në Amerikë. Është i mençur shumë, ky është trim. Trim si që Maduro, e pat Maduro një, hidhe për hidhe i Maduro, hajde këtu e çoj që do të bëje, ti si e burrë ti e frikacak, tani Maduro arrisi që të bishqeni atje, me ato këpucët me plum nga poshtë që do anë fuqit madhe ti ngrësh, pa le më tikësh. Pra, ky e di pa Maduro në atje. Dëgjoj, do të tregoj një basolet të vogël të shkurtër, besoj se qytetarët shqiptarë nuk ndëgjuesit dhe shikuesit nuk mërziten. Dikur Luani zuri një boll dhe i tha dhelpërës ndaj ujkut, i tha merre ndaje tani. Edhe ujku mori një kofshë të madhe, një shpatull i mori për vete dhe të tjerat i ndau kështu, i dha dhe Luanit e këdu. Në moment Luani e pa se ç'bëri e kapi përfyti, e mbyti dhe hodhi. Edhe po jep të shpirt ujku atë poshtë, në çik larg aty dhe thiri atë dhelprën. Tha, ndaj ti dhelprën. Tha, mori dhelprën atë dy kofshë të pasme, ja dha e vuri Luanit përpara, i vuri dhe një shpatull, edhe të tjerat pastaj ndau për vete mbajti një brinj. I thot Luani, kur mësove kështu ti zonja dhelprin? Tha. Sa po pash ti mbullaj, tha, që po nget këmën po jep shpirt aty poshtë. Pra, unë shqiptarëve u thash atë mesazhin edhe juve natyrisht, dhe Rama e di këtë gjë. Tani që pasi çfarë gjeti Maduron dhe ku ndodhet Maduro atashti dhe ku do ndodhen edhe ca Maduro të tjerë të Amerikës Latine, tani ka thirrur mendjes. Nëse nuk jam gabim, sot presidenti i Kolumbisë kishte biseduar me presidentin Trump dhe e kanë lënë është ftuar që të vejnë në Amerikë. Dhe Amerika u del borxhet të tërë atyre që godasin dhe cënojnë interesat amerikane. Dhe vajtja e presidentit të Kolumbisë në Amerikë, për mua, është një tregues që e para që ai ka thirrur mendjes, sipas mendimit tim. E dyta, që e di që Amerika nuk të falë, dhe ai e ka të qartë që nëse do kundërshtojë interesat amerikane, vendin e ka te Maduro. Po ajo që pres unë është kur do vejë Rama te Maduro.
Zoti Islami ka pasur një reagim ditën e sotme të ambasadës amerikane në rrjetin e saj në Facebook, ku ka publikuar disa foto të takimit të ngarkuarës me punë me Lodian Brown dhe Joni Ketën, përkatësisht kreun e Spakut dhe kreun e BK-s. Ndër të tjera, ajo thekson se, siç ka deklaruar sekretari Rubio, ne do të përballemi me kartelet e drogës kudo që ndodhen dhe kudo që veprojnë kundër interesave të Shtetit Bashkuara të Amerikës. Detyrimi kryesor i presidentit është të sigurojë interesin kombëtar dhe sigurinë kombëtare të popullit tonë. Së bashku ne qëndrojmë të bashkuar në luftën kundër krimit ndërkombëtar. Çfarë mesazhi është ky? Më qartë nuk ka ku shkon më. I ka thërur që të dy dhe u ka thënë filloni veproni dhe godisni narkotrafikantët në Shqipëri. Më pas s'ka ku vete. Ata nuk do veprojnë me aq sa i njohun komunistët. Nuk do veprojnë. Në qoftë se e kanë thirrur mendjes dhe e kanë kuptuar që me Amerikën nuk bëhet shaka, atëherë do veprojnë. Por sa i njohun komunistët, kur janë në pushtet, janë tepër të rrezikshëm. Pra, ata duhen zhdukur nga pushteti. Dhe shpresoj që ai prokurori Spaku, për të cilin unë jam shumë skeptik, ose drejtuesi BKH-s, që është nga një familje thellësisht komuniste, si dy vinë nga familje thellësisht komuniste, në rast se i kanë thirrur mendjes dhe kanë parë me sytë e tyre dhe me logjikën e tyre që nuk ecet më kundër drejtësisë dhe kundër të drejtës ndërkombëtare dhe kundër dhe të bashkëpunosh me krimin siç po bashkëpunojnë sot, siç bashkëpunoi ai Dumani, i tha mirë ai, i tha Dumani, sa e dinte pse ja tha. Ata duhet urgjentisht që nesër të fillojnë të bëjnë arrestimet. Që nesër, në mos që sonë dhe ndarkë. Mirë po, ata flënë dhe mendojnë se i kanë krahët e sigurta se kanë Moskën aty, kanë paralajmërimet e Moskës që mos preket Shqipëria, të mos preket qeveria shqiptare, të mos preken komunistët në Shqipëri, por komunistët në Shqipëri u ka ardhur fundi. Avokat, në fakt të citimin e sekretarit amerikan Rubios është, e ka thënë gjatë konferencës ku lajmëroi edhe arrestimin e Maduros. Edhe njërë? Pra, a ka lidhje citimi që bëri ambasadori amerikane, e ngarkuar me punë amerikane, është citimi i sekretarit amerikan të shtetit, i cili, po themi, është një citim që e tha në konferencën me Trumpin, ku ai lajmëroi dhe arrestimin e Maduros. Pse e solli ambasada në vëmendje këtë citim? Çfarë donte të përcillte? Po të shumë, si t'ua thot më pastër, më qartë. Më qartë s'ka si thuhet. E solli në vëmendje dhe ka thënë qartësisht me atë ngjarje që shikoni se kjo ju pret. Shikoni, nuk ua thash kot këtë fabulën e Luanit me Dhelprën. Nuk e thash kot. E thash sepse ashtu do veprohet dhe ashtu veprojnë amerikanët. Dhe këta politikanët tanë, ose zyrtarët e lartë të drejtësisë dhe të hetusisë kundër krimit të organizuar në Shqipëri, duhet t'i thrasin mendjes dhe duhet ta kuptojnë që nuk bëhet më shaka, nuk shkon më tutje. Zoti Islami, ditën e sotme do të ketë një intervistë të Arben Ahmetajt ku pritet me shumë interes se çfarë do thot ai. Besoni që Ahmetaj ka dhënë kontributin e vet, po themi që drejtësia mund ta marrë, po themi, në pyetje zotin Rama? Shiko, këtu në Shqipëri njërë harroj që mund ta marrë drejtësia në pyetje Edi Rama. Edi Rama në Shqipëri është absolut. I ka marrë të tëra pushtetet, ja ka dhënë komunistët shqiptarë. Ai në të tëra strukturat e shtetit dhe drejtësisë ka vënë djemtë dhe vajzat e komunistëve të Enveri. Kjo është qartësisht e njohur dhe për ata fëmijët e shkollës 8 vjeçare, jo më për ne që jemi burra dhe gra dhe e shikojmë, e dim historinë, i njohim dhe familjet komuniste, i dim të tëra. Ne, ky Keta që thua ti, ky është nipi i Mysliu Ketës. Ky tjetri Brahua është nihmësi, a nipi nuk e di çfarë ka
këtë Spartak Bravo, Spartakun e çantës së zezë, këto i di Amerika, kur i dim neve, i di dhe Amerika nuk diskutohet fare. Dhe mos e harroni vajtjen në mes të natës të Spartak Bravos që boshatisi zyrat e tatimeve në qendër të Tiranës. Dhe nuk i tha kurkush gjë. Pra, këta janë bandë kriminale politike e super organizuar. Kështu që unë nuk shpresoj që këta t'i shpëtojnë drejtësisë dhe t'i shpëtojnë drejtësisë amerikane dhe kryesisht, dhe pa vajtur atë tek vendi, se nuk janë vetëm, këta janë bashkë dhe me ta ashtu quajtur në opozitë. Dhe po e them për të disajtën herë, fajtor kryesor që këta po bëjnë këto gjëra dhe tolerant kryesor është Sali Berisha, sepse ka bizneset e tij bashkë me ta në Tiranë dhe kudo në Shqipëri. Janë të tërë të korruptuar dhe të tërë do shkojnë para gjyqtarit, para bankës të akuzuarve, që të gjithë këta do t'i shohim kështu shpejt. Zoti Islami, Belinda Balluku doli për të parë situatën e përmbytjeve në terren në një kohë që ajo kërkohet nga SPAK-u për t'u arrestuar. Jo, ajo nuk kërkohet nga SPAK-u për t'u arrestuar. Aktualisht jo. Asaj ka shprehur flet arresti, ja kanë quar bandës deputetëve në kuvendin shqiptar dhe presin që kuvendi t'i jap vistën, t'i heqë imunitetin dhe t'a çojë para drejtësisë. Kuvendi natyrisht i komanduar tërësisht nga Edi Rama nuk do ta bëjë një gjë të tillë, nuk e bën. Dhe kështu që unë pres veprime dramatike në politikën shqiptare. Pres veprime dramatike. Këta kanë parimin që pushteti buron nga gryka e pushkës dhe mbrohet me grykën e pushkës. Këta aty duan të shkojnë. Mirë, por nuk e kanë marrë vesh që nuk e kanë as ushtrinë se kanë me vete, as policinë se kanë me vete. Në ushtri ku i vuri 3 persona që janë të 3 në marrëdhënie familjare me njëri tjetrin, marrëdhënie gjaku. Ministri i Mbrojtjes kanë zvëns ministrin po të tjerë, të 2 minoritarë grek. E ka djalteze. Edhe një tjetër, janë 3 që janë në Ministrinë e Mbrojtjes, janë dorëzuar në duar të grekëve. Por këto që bëjnë në Shqipëri nuk bëjnë gjikundi. Dhe këta i bëjnë këto se kanë mbështetjen e Moskës dhe të Beogradit. Mirë, po Beogradi tani është ftohur për vete nga logjika, i ka ikur mendja fare, nuk është gjikundi në Terezi, sepse do vjen vetë para drejtësisë. Dhe tani këta i mbron vetëm ndërhyrja dhe presioni që bën Moska në marrëdhënie ndërkombëtare. Nuk do t'i shkojë as Moskës, kjo dihet. Dhe edhe pse ky sharlatan jon botoi një fotografi dje të dalë me atë Kushneri, që është ai që pas ka ardhur ka marrë Sazanit jo Kushneri, po dhe stërgjyshit e Kushnerit që nga majmunit të ngrihen dhe të vinë, Sazani nuk preket është tokë shqiptare. Dhe Sazanin shqiptar, po ne shqiptar, po që nevojë edhe ne, 80 vjeçarit, do ngrihemi, do marrëm armë dhe do ta mbrojmë. Pikë, kemi thënë këtë. S'ka punë të jepet Sazani për interesa personale. Sazani është bazë ushtarake, është terren shqiptar, është truall shqiptar, nuk do jepet. Po ky i ka bërë të marrëveshjet me grekët që në 2021 që të marrë dhe pjesën e Grekut. Dhe do dërgojë dhe Spiropalen në Athinë, në një kohë që me Greqinë jenë në gjendje lufte. Dhe ky nuk, këta, jo ky, po këta, nga trashëgimi e tyre, sepse mos harroni, ju nuk e dini je djalë i ri, po unë kam jetuar kohën kur vendosën marrëdhënie diplomatike midis Shqipërisë dhe Greqisë. Që një kohë që në qeverinë greke, në shtetin grek qeverisin generalët, junta e generalëve, dhe Enver Hoxha vendosi marrëdhënie diplomatike me ta, duke anashkaluar ligjin e luftës, duke lejuar ato varrezat greke atje në Bularat. Pra, këta Shqipërinë edhe interesat shqiptare kanë shitur me kohë. Ndaj ne presim me padurim arrestimin e tyre dhe zhdukjen e tyre nga pushteti. Sepse e boshatisën Shqipërinë, i vodhën gjithë pasurinë shqiptare, janë 80 ca miliard euro të vjedhura në një kohë që unë, zotëri dhe moshatarët e mi, sot
marrën pension qesharak më pak se 200 euro. Avokat, ka pasur dhe një reagim të Spartak Ngjelës, avokatit të njohur, i cili ka lajmëruar që SBA është tërhequr ose Kushner është tërhequr nga blerja e Sazan. Pse ky vendim? Patjetër, u njoftua dje. Është tërhequr dhe nga Sazani dhe nga Serbia. Presidenti Donald Trump e shikon mirë se çfarë po bëhet dhe se ka problema i që ti thot aty dhëndër pa i shko aty të vendi që niq. Se nuk e ti ai që vendos marrëdhëniet edhe për interesat amerikane në Europë, në Ballkanin Perëndimor dhe kryesisht Shqipëri, Serbi. Kjo është që ka pesë si mbytur për lesh të kokës që bëjnë këta sharlatanët tanë, që bën ky hajduti, kapobanda hajdutëve të parlamentit shqiptar. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Edhe unë faleminderit ju për ftesën dhe shpresoj që fjalët tona të vënë atje ku duhet.